Unë jam Dergucja Pepa. Ky është vëllai im. Kjo është mami Tosa. Dhe ky është babi Der. Dergucja Pepa. Zebra Zoi e bia e postierit. Postieri, zoti Zebra, po çon një letër tek shtëpia e Pepas. Zebra Zoi ka dalë me babain e saj sot. Ajo ka letrat e saj për të shpërndarë. Qenushi Deni, Delia Suzi, Lepurusja Rebeka, Pepa dhe Gjorgji. Më kanë mbetur vetëm këto. Mirë, le t'i shpërndajme edhe ato. Po, babi. Erdhi posta. Pepa dhe Gjorgji gëzohen shumë kur u vjen posta. Këtu kemi 2 letra. Kjo qën ka për babin Der. Po, për mua. I dashur zoti Der, ju lutem paguani faturën e telefonit tuaj. Çfarë është fatura? Pas ka emër të mërzitshëm. Po, faturat janë vërtet të mërzitshme. Mami, për ty është kjo letra? Jo, Pepa, kjo nuk është për mua. Kjo është për Pepan dhe Gjorgjin. Wow! Një letër për mua dhe Gjorgjin. Ju jeni të ftuar në festën e ditëlindjes time. Me dashuri, Zebra Zoi. Zebra Zoi ka ftuar Pepan dhe Gjorgjin në festën e saj të ditëlindjes. Dhe tani duhet I kthejmë përgjigje Zoit për t'i thonë se ju të dy do të shkoni tek festa e saj. A mund të më ndihmosh të shkruaj, mami? Patjetër, zemër. Pepa dhe Gjorgji po I kthejmë përgjigje Zoit. Çfarë doni që të shkruani? E dashur Zoi. E dashur Zoi. Nuk di ç'të them më pas. Po t'i themi, na pëlqen shumë që do të vim tek festa jote. Të përshëndesim nga zemra Pepa dhe Gjorgji. Çfarë zarfi do të përdorim tani, si thoni ju? Më pëlqen e kuqja. Merr Zebra Zoi. Dhe në fund pullën. Letra është gati për t'u postuar. Kjo është kutia postare. Ja ku erdhën edhe Deni, Suzi, Pedro, Rebeka dhe Elefandja Emily. Ata të gjithë po postojnë letrat e tyre. Ja edhe Pepa me letrën e saj. Jakube, po tani ç'do të ndodh? Përshëndetje që të gjithëve. Përshëndetje, Pepa. A e more letrën e festës time? Po, të kam shkruar dhe përgjigjen. Sa mirë. Sa shumë letra për sot, më duhet kohë t'i shpërndaj. Kjo këtu është e imja dhe është shumë e rëndësishme. Mere. Mos është për mua ajo letra, a mundem që ta hap? Për ty është, Zoj, por duhet t'i shpërndajmë përpara se ta hapësh. Kështu punon posta, bia ime. Dhe me gjithë këto letra që duhet të shpërndaj sot, duhet të filloj me një herë nga puna. Babi Zoja, mund të di dhe unë me Gjorgjin? Sigurisht, e jeni edhe ju me ne. Miru pafshim. Pepa dhe Gjorgji po e ndihmojnë zotin Zebra që të shpërndaj postën. Kjo është shtëpia e Zebrës Zoi. Kjo letër që kam tani në dorë i adresohet Zebrës Zoi. Mirë, Zebra Zoi, Zebra Zoi, Zebra Zoi, Zebra Zoi. E gjithë posta sot që ka për Zoi. Ajo është letra ime. A mund ta hedhun? Patjetër që po. Pepas I pëlqen shumë që të shpërndaj letrat. Mami, shiko, të gjitha këto letra janë për mua. Sa mirë Zoi. A mund t'i lexosh, mami, të lutem? E dashur Zoi, kam shumë qejf të vi tek festa jote. Firmosur Qenushi Deni. Edhe Delia Suzi do të vi tek festa jote. Edhe Rebeka, Pedro, Emily, Kendi, të gjithë duan të vinë tek festa jote. Kjo është letra që të dërgova unë. Në letër shkrue se ne do të vim në festën tënde dhe të pus me dashuri. Ja ku erdhën të gjithë tek festa e Zoit. Shumërime të përzimërta, Zoi. Wow! Sa shumë dhurata që kam. Më duket Zoi se do të shkruash shumë letra falënderimi më pas. Po kush do t'i shpërndaj tani gjithë ato letra falënderimi, thuaj? Po sigurisht që do t'i shpërndash ti, babi. Por mund të ndihmoj unë.